Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Fox News, mirë se vini në emisionin Pakollare. Unë jam Urim Tusku dhe me mua në studio janë edhe dy kolegët si për herë tashmë, duke filluar nga Dritan Laci. Mirëmbrëma Dritan, mirë se erdhe. Kënaqësi. Mirëmbrëma dhe Reldar Dedaj, mirëmbrëma Reldar, mirë se erdhe. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, në mbrëmjen e sotme ne do të ndalemi tek zhvillimet politike të cilat kanë qenë të mëdha javën që kaloi, ose le të themi kemi hyrë në kulmin e fushatës elektorale, ku premtimet nga të dy palët e kave politike, le të themi, nga e majta dhe djatha, apo dhe nga partitë të tjera të cilat e përbëjnë në mënyrë masive këtë spektër elektoral të këtyre zgjedhjeve të 11 majit, duhet thënë, janë partitë të cilat marrin pjesë në këto zgjedhje dhe secila bën premtimet e tyre. Por ajo që ne do të trajtojmë mbrëmjen e sotme ka të bëjë me premtimet e bëra nga kryeministri Rama që në vitin 2013 kur mori pushtetin dhe 12 vjet më pas ne do të ngrem ose pyesim për rreth këtyre arritjeve ose bilanceve me të cilat ju shkon qytetarëve shqiptar kryeministri Rama në këtë fushat elektorale. Duhet thënë të nderuar teleshikues që premtimet madhore të tij ngren pothuajse 100 pyetje në adresë të kryeministrit, ku ne ja parashtrojmë mbrëmjen e sotme në emisionin Pakollare, ku një prej tyre ka të bëjë me rritjen e punësimit, ku siç u premtua do ketë 300.000 vende pune, por sot që ne flasim kemi më shumë se sa 300.000 shqiptarë të larguar për gjatë 12 vjetëve. Duke filluar pra për mbrëmjen e sotme, Dritan, ta drejtoj ty pyetjen e parë. Them në lidhje me premtimet ose me pyetje që ne do t'i adresojmë kryeministrit në mungesë të konferencave për shtyp që ai tashmë i ka harruar sepse komunikon vetëm në për platformat të rrjeteve sociale. Si të duken këto premtime? A ka pyetje që ne mund t'ja ngrem pafundësisht kryeministrit dhe që ai të na jap përgjigje? Pra, unë rendita diku tek rreth 100 pyetje, por mund të ketë edhe më shumë ose më pak. Duan apo nuk duan, edhe ato që na ndjekin. Fakti është domosdoshmë që kjo tërheqës ose kjo tavolinë midis neve të treve, e cila ka hyrë në muajin e saj të tretë, le të themi që është kthyer në një lloj orakulli për gjithë ata që na ndjekin, por edhe për ato që janë zhvillimet politike, sepse me sa duket i kemi paraprirë edhe disa premtimeve ose mendimeve të kryeministit Rama, i cili sigurisht që ka ato linjat e veta politike, por që në fakt shpesh herë i kthehen si një lloj bumerangu dhe bien në kundërshtim ato që thotë. Tani unë nuk po e filloj nga 2013, po e filloj nga fundi i gjës, sepse jo më larg se 2 muaj më parë kryeministri Rama tha domosdoshmë që amerikanët ikën nga SPAK-u. Tashmë SPAK-un e kemi ne që e krijuam, por në fakt lajmi i fundit ose i javës së fundit është domosdoshmë që amerikanët vetëm që nuk ikën, por kanë ardhur dhe janë aty. Tashmë ndoshta me një kostum tjetër. Në misionet të update-it. Po, update-it, por me atë kostumin që unë edhe në këtë studio e thash, pra që ikën ato që ishin administrata e Bidenit në SPAK dhe ka ardhur tani administrata përfaqësues të administratës së Trumpit. Së Trumpit në SPAK. Edhe sigurisht domosdoshmë që Rama këtu nuk ishte as pak koherent. Dhe kur flasim domosdoshmë që themi për jo më larg se 1 muaj apo 2 muaj nga kjo dëshirë e tij e pamat domosdoshmë që SPAK-u ishte i zbuluar, mos kishte aksesin apo trajnimin e amerikanëve. Tani ti kthehemi domosdoshmë kohës kur Rama erdhi në pushtet, që për hir të vërtetës mëkati më i madh i takon doktorit për faktin domosdoshmë që Rama erdhi në pushtet, edhe pse doktori bëri ndoshta gjën më të mirë në kohën e dur, pra për t'i dhënë një aspirat tjetër vendit nëpërmjet atyre që ishin zgjedhjeve të lira. Pra duke pranuar domosdoshmë që mos t'i fusim më duart në zgjedhje, por sigurisht domosdoshmë që kjo u kthye në një mash për Ramën, i cili e dinte shumë mirë domosdoshmë që pushteti në Shqipëri ose Shqipot, po ta them kështu, nuk të mbajnë në pushtet me zgjedhje të lira. Dhe ai e dinte shumë mirë domosdoshmë që mekanizmi jo vetëm që duhej marr tani duhet të rrequr pas vetes, por
duhej sofistikuar për të mbajtur një pushtet të gjatë. Dhe nëse ka një merit Rama, patjetër ka domethënë që le themi ja hoqi kanabisin Lazaratit, po të kujtojmë pak fillimet e vitit 2000 e ardhjes në pushtet 2014. Më saktë për Lazaratin. Pra, gjëja e parë që bëri me të ardhur në pushtet ishte lufta kundër Lazaratit, kanabisit, të gjithë patjetër që i thanë bravo, por pa e ditur domosdoshmë që ai kishte një tjetër plan, kishte një tjetër mendim, atë që ndodhi deri në vitin 2017-2018, ndoshta diçka më mbrapa. Pra, kanabizimin e gjithë Shqipërisë në një farë mënyrë, edhe pse normalisht ai nuk ka pranuar kurrë domosdoshmë që ky është një projekt, por unë mendoj që është një projekt politik afatgjat, pra për të fuqizuar atë që është. Edhe duke bërë një syqor një veshurd nga policia, le të them. Sigurisht, e kuptoj sepse përfshirja e punojësve të policisë atje, Ministrisë së Mbrojtjes, fike radarëve, shumë histori tjera që kanë ngjarë në këto 13 vite, nuk le asgjë të kuptosh ose ta mencosh që ky nuk ishte një projekt politik i mirëfillt. Mos të ndalemi vetëm te kanabisi, se do ta kalojmë. Po ecim kalojmë me tjera. Te premtimet, foli për uljen e kam merakun tek 300.000 vende pune, që nuk i përmbajt. Foli për uljen e nivelit të papunësisë. Por në fakt shqiptarët ja mbathën nga syt këmbët nga vendi. Dhe sot që flasim vetëm mbas të censurës atyre që unë pash jo më larg se disa ditë më parë, Shqipëria ka humbur rreth 400.000 njerëz në këto 13 vite, të cilët janë larguar nga Shqipëria, por si ai vazhdon të justifikohet, domethënë që kështu është gjithë bota, kështu ndodh në gjithë botën, por fakt vërtet është një tentativë për të fshirë napagistit. E vërteta është domethënë që shqiptarët ikin nga hallet. Nga hallet mëdha domethënë që sepse po të ishte ndërtuar mirëqenia që u premtuar, struktura, shiko. Disa ditë më parë ndodhi një ngjarje shumë e rëndë. Ja ta kaloj te Reldari, sa problem. Tregon vetvetiu domethënë që mbrojtja e kësaj shoqërie ka rënë. Ka rënë nivele të tilla alarmante. Ku një djalë 44 vjeç. Do të them djalë tani se ai ishte i pambrojtur me probleme të cene fizike, sepse ishte me aftësi ndryshe, dhe nuk gjonte. U sakatua, u masakrua nga dy të ri 17 vjeç atje. Dhe përballë xhamisë në Lushnjë. Dhe sa po kishte dalë nga riti i falës në dhe shoqëria politika pothuajse heshtën. Nuk pati asnjë lloj reagimi. Pamjet ishin skandaloze. Ne kemi çështje tjetër se. Jo, nuk është dashje çështje tjetër, sepse lidhet me element të karakterit të popullit. Jo, nuk ka lidhje, jo, në shkëlqyer në këto 13 vite. Pra, që nuk i bën përshtypje asgjë. Nuk i bën përshtypje asgjë, shoqëria, sepse nuk ka pirë nervin e reagimit. Nuk ishin vetëm punonjës policie ato të cilët u përfshin kanabis, u inkriminuar dhe shoqëria. Familja shqiptare. Të rinjt mbi të gjitha. Ti erë e kanabis kundërmonte kudo, ku shkojnë në cepa pallatesh, edhe sot që po flasim. Dhe patjetër që ky është një aspekt i errët i politikbërjes në Shqipëri, apo i përfshirjes së politikës në fenomene të tilla. Por ne u ndalëm tek kemi pastaj Bixhozin. Fenomeni shtrirë. Një tjetër fenomen që fundi i marrëzisë, pra u nis me atë që ishte fundi i marrëzisë, por u kthye në kapjen e gjithë kësaj marrëzie. Pra, kjo maxhorancë kapi këtë marrëzi dhe e futi edhe këtë në xhepin e saj. Dhe sot Bixhozi vetëm që nuk është zhdukur, por është në çdo lokal, në çdo ambient, po në çdo telefon atje, dhe ato që kanë sot nuk janë njerëz të opozitës, por janë njerëz pranë maxhorancës. Që ndihmohen nga pushteti. Dhe gjitha këto para pastaj futën sërish në treg për atë që është shitblerja e votës, dignitetit të njeriu dhe gjithçka që shkon në funksion të mbajtjes, që shkon në funksion të mbajtjes së një pushteti kaq afatgjat, që një pushtet që në katërvjeçarin e parë kishte ato që quhen lëngimet e veta. Por që çuhet risht të kupto, vazhdon akoma të jetë po kaq i fuqishëm dhe tani ka kaluar edhe nëpër masa do një frikshëm. Me plagë të mëdha sociale, por njëkohësisht duke vazhduar edhe në ditët e sotme.
I nderuar Reldar, në lidhje me 100 pyetje të cilët ne e paketuam tashmë për t'ia drejtuar kryeministrit Rama, sipas vendimit tuaj, cila është pyetja më signifikative që ilustron të gjithë pushtetin e tij përgjatë 12 vjetëve? Cila ishte pyetja që ti do t'i bëje nëse do e kishe përballë kryeministrin Rama, sepse ai duhet të thënë ka mungesa në konferenca për shtyp, por që nëse do e kishe përballë, çfarë pyetje do i drejtoje? Faktikisht më ke bërë një pyetje shumë interesante dhe unë do ta lidh me diçka, ndoshta ty s'do shkojë me mendja, por zoti Rama para që të hynte në jetën politike të Shqipërisë ka qenë një opinionist, një pak a shumë marrë me publicistikën, artist, piktor, rebelist, një i rebeluar i kohë për situatën e kohës dhe ka një ai ka sjell Kandinskin në Shqip, pra e ka përkthyer Kandinskin, piktorin e madh. Jo, piktorin e madh, Kandinsky. Kandinsky. Kandinsky është një 1900 në arti modern, është themeluesi i kësaj rrymë, piktura abstraksionike. Dhe e ka sjell në Shqip, e ka përkthyer. Dhe aty pas i ka qepur dhe një pjesë që e konsideron një mballom kujtimesh. Edhe flet realisht për shoqërinë e tij në periudhën e sapo kishim hyrë në pluralizmin politik. Dhe shtëpinë e Dashpezës e quan e emërojnë ata aty Hotel California. Dhe unë kam një pyetje për zotin Rama. Tërmet Peqe, Pirin Dreun, Ulsimanjën, ka tjetër këtë Hoxhën, si e ka emrin ky ministri, Ervin Hoxhën. Ministri i Brendshëm. Ku është ky? Se u bokova që s'po. Këta njerëz do të ishin shokët e tij të Hotel California ose çfarë e lidh Ramën me këtë lloj ambalazhi njerëzor? Mos janë mjete për realizimin e qëllimeve të veta politike. Pikërisht. Zoti Rama ka pësuar një metamorfozë të natyrës së tij. Ndoshta këtë gjë e bën pushteti. Njeriu i cili dashurohet me karrikën, jo me misionin, pa diskutim pëson një lloj transformimi. Dhe ajo metamorfoza e Franz Kafkës nuk është asgjë, ose s'do thot asgjë në Shqipëri, sepse ne jemi vendi i metamorfozës. Njerëzit që pësojmë shndrrime të jashtëzakonshme. Dhe këti rregull nuk shpëton ndoshta as ata që vinë me një fibër intelektuale në këtë lloj shoqëri që momentin që kapin një pushtet, i transformon pushteti. Ata duan që ky pushtet të jetë i përjetshëm dhe mos tiki. Unë e shoh Edi Ramën fatkeqësisht e shoh në kuadrin e një autokrati. Autokrat konkurrues. Është një term që realisht dy profesorët Harvardit e kanë në një studim të atyre, e kanë po lexoja një studim. Po ata ju referoshin Erdoganit për hir të vërtetës, por në thelb edhe Rama është pak a shumë kat i parë të një autokrati konkurrues, jo të një autokrati klasik, ku i gjithë pushteti pra lejon nivello, lejon ose një sfumaturë të demokracisë për të krijuar përshtypjen që ne kemi një lloj demokracie këtu, ka këtu institucionet gjoja janë të pavarura. Këtë e bën dhe Erdogani, po qasja është aty term, ai term. Arrestimi i Salianit pak a shumë do është në ditën zhanër filmik. Dakor, po nuk duhet të dalë aty. Duhet të dalë te tjetër kund. Ideja ime është jemi të pyetjet për kryeministin. Unë e them që zoti Rama nga 2013, marrëdhjen e tij në pushtet ose premtimet e tij, sot, pas 12 viteve, nuk ka realizuar asnjë premtim. Asnjë premtim. Ose ka zgjedhur një problem. Premtoi 300.000, se këto janë premtimet e mëdha, 300.000 vende pune. Premtoi integrimin Bashkimit Evropian, premtoi siguri, rend, shkollë, arsim i lartë para
para universitar dhe pas universitar. Domethënë, shëndetësi falas. Çmimi i energjisë Shëndetësi falas, uli, çmimi i energjisë, inflacionin e ulur, prodhimin e brendshëm, minimumi etik, bujqësi, dignitet social ekonomik. Asgjë. Pra, nëse do shohësh atë fletushkën realisht, të premtimeve. Jo, duhet t'ja ballafaqoj. Të kryeministrit Edi Rama, ja ta mbaroj. Sot, pas 12 viteve, nuk ka bërë asgjë. Tashmë ai ka dalë me është si puna e kalit me karrotën, ajo metafora Hegelit, që i vendos kalit karrotën dhe kali tenton për me kap karrotën edhe shtyhet karroca para. Kali se ka kur karrotën, vetëm me iluzionin. Vetëm ecën me iluzionin. Ky na ka futur ne tashmë në një situatë të iluzionit të bashkimit i Shqipërisë në integrimin evropian plot. Tashmë unë do t'i them një pyetje, shumë mirë, dakor. Që ti e ke premtuar këtë dhe pretendon që do të realizosh, por unë kam një merak të madh. Ndërkohë që falë nuk do të presja, po ndërkohë që ja ta përfundoj logjikën, vetëm kam këtë merak. Ideja qëndron që kur në momentin që do na integroje, a thu do kemi ujë 24 orë në shtëpiat tona? Si me magji, thua. Nëse ne hym, ne pranojmë integrimin, po inshallah, a do kemi thu mas 16 viteve a do kemi rrugë më të mira, do kemi ujë trotuare më të gjera, rrugë më të pastra, domethënë më të zgjeruara. Jo, është gjë më minimale. Më elementare. Po kërkojmë pse valla e kërkoj luksin ti tani? Po le, se kërkoj shumë. Vetëm ujin e pishëm. Shqipëria është në raport me numrin e popullsisë është e dyta në Europë për pasuri hidrike. Në raport me numrin e popullsisë, Shqipëria për pasuri është e dyta në Europë për pasuri hidrike. Tashmë nuk mund të imagjinohet që Shqipëria të jetë ende me motopompa për të furnizuar pallatet e gjithë Republikës. Cisterna larte me autopos. Të kesh cisternë, po do të kesh prap autopos se do ta çosh në cisternë. Tani unë vetëm kaq pyetje kam. Zotëri. Dakor, shumë mirë na integron Bashkimin Evropian. Falenderojmë, por pakën a mund na bash këtë gjë se do ta bëte. Do kishte kapacitet pakën na sillte edhe unë. Pyetja është kë do integroj. Ka një varg pyetje, shkojmë 100 pyetje. Për të bërë pyetje, po pyetje nuk pyetje, domethënë. Nuk e di të ideja, pyetja është kë do integroj. Sepse nëse ai nëse shqiptarët kanë ikur ai që ka dashur të integrojë. Po këtu do dal pra. Nëse ky do integroj një popull i cili është rrudhur vazhdimisht, pra ka shkuar në kufite 1.700.000, 1.900.000 në mos gaboj. Edhe kemi thënë dhe i herë dhe po së të themi prapë. Në këto që këtu ka ngelur 720.000 pensionistë. Po shkojnë 800. Po, është edhe 400.000 donë që janë në moshën 18 vjeç. Atëherë, kë do integroj ky kryeministër? Ky do integroj. Nëse do shkojmë neve drejt një projeksioni. Pra, që ky thotë në vitin 2030 thotë Shqipëria do integrohet. Në 2030 Shqipëria me këtë indeks që ka të shpopullimit, e kupton, pensionistët nuk kanë tu do ngeli vetëm administratë. Do ngeli vetëm administratë dhe vetëm administratë dhe pensionistë. Tash po i them edhe kaq. Jo më larg se para disa ditësh isha në një udhtim. Patjetër që rrugët nevojita, rrugët duhen për çdo kënd. Dhe shkova për herë të parë shkova në qytetin e Dibrës. Peshkopi. Po. Është për të ardhur keq. Një qytet i cili ishte jo i lodhur, por i stër lodhur, ku ti nuk shikoje të ri në rrugë dhe me një bulevard i cili kishte vite të tëra, i cili kishte nisur dhe nuk përfundonte. Pra një varfëri kaq e prekshme në atë qytet, dhe kjo është domosdoshmë që në 13 vjet, pra, sepse ti marrësh votat komunitetit Dibrës apo dikujt tjetër dhe ti lesh atë gjë, ti zhvasësh në atë mënyrë, dhe unë nuk e di kush ka ngelur më për të gërthitur në këto qytete. Se i përngjan asaj prallës me atë që tha nuk kishte kush të mbështiste më, tha kur unë fola ose pikërisht, e kuptoj. Dhe ky është projeksioni i Ramos. Pra që të bëj thjesht të vej 5 tulla dhe të shpëmbulloj, jo, duhet tjetër projekcion. Duhet projekcion social, ekonomik, arsimor, edukativ, janë shumë gjëra tjera, domethënë të cilët njerëzit ta ndjejnë se po rrinë në një vend i cili ka një mirëqenie të caktuar. Po ta shtrojmë pyetjen kështu.
të shtruar në mënyrë, le ta themi, më të prekshme në realitetin e përditshëm shqiptar. Një qytetar shqiptar mesatar, me të ardhura mesatare, jeton më mirë sot apo në vitin 2013? Po flas me të njëjtën sasi të ardhurës. Po të marrëm. A blen të njëjtat produkte? A përballon të njëjtat kushte jetese? Keni indikator shumë interesant. Sot bjeri gati dusht kryeqytetit Tiranës, në çdo lloj lagje të Tiranës. Edhe këtë diskutim arsyetues që bëjmë ne, dim që kemi viral, po ama jemi me këmbë në tokë për asaj përket problemit. Një shtëpi e kompletuar modestisht, varion 550-600 euro qiraja. Vetëm qiraja, e kompletuar modestisht. Kudo, në fresk, të depoja periferik, se këtej nuk bot fjalë stacioni trenit e qanë këto, unazës vogël. Por, fillon e kompletuar modestisht, fillon 500, 550, 600. 1+1 e flasë, e kompletuar. Tani, kjo vetëm qiraja është më lartë se rroga mesatare në Shqipëri. Shtoj dhe inflacionin, që ke një inflacion të jashtëzakonshëm. Ke 3 fish. Për shembull, në qoftë se në Itali rroga mesatare është 1800-2000 euro, ne kemi çmimet 3 fish më shtrenjtë se sa i ka Italia sot. Në raport me të ardhurën. Në raport me të ardhurën. Kupton? Ku e ke nivelin ti e tjetër? Shto tarifimin taksën e ujit, që e ke pa harxhu fare ujit, ti paguan një qytetar në Tiranë paguan 9000 lekë. Në qoftë se nuk e hap fare rubinetin, pa hapur as një sekond rubinetin, fillon me 9000 lekë ujë. Taksa tek uji. 9000 lekë paguan. E di si do të justifikohet. Lutem, ja një sekond të bëj konkret. Në vitin 2013, po të njëjtën hapësirë merre me 200 euro. Po. Këta duhet i krahasojmë çmimet, i themi çmimet. Po are ai mund të justifikohet se sot ne jemi të hapur, vin turist. Airbnb-a thot po bën namin, jepen çmimet ndërkohë që qeveria do të shtojë fasha të mbrojtjes së shtresave margjinale. Shumë mund të justifikohet ai. Ja, mos ja presim reldarin. Ja kush dallimi i një politikë mos të hyjmë në gjuhë teknike se një politikë bërë e cila është sociale, e cila është për qytetarëve të gjitha, dhe një politikë bërë e cila nuk e kanë fare në rendin e saj për qytetarë. Mirëqenies qytetare. Me që kujtove Airbnb, me që ma solle në shteg Airbnb. Ndodhi në Barcelona. Barcelona dihet që është një atraktivitet i madh turistik. Ata protestuan edhe atje pati një ngritje ose një krye nënçësi të atyre që janë qiramarrës atje, por shteti nuk u tregua benefregist i tërhequr, që thoshte që apo ky është po turizmi këto ka. Pra, ndryshe ka kjo politikë bërja këtu, e kuptoj që mburret me avionët që vinë, i numëron ai, del aty ke aeroporti Nën Tereza, del kryeministri çdo pas dite ose i numëron, ose ka lënë njërin atje që ja numëron këto avionët. Ndryshimi nga drejtuesit e Katalunjës apo të Barcelonës është atje që ata e morën parasysh shqetësimin e banorëve të tyre. Se në fundit për çfarë je qeveri? Nuk je roje natë, je qeveri që u thënë vendin. Por nuk mund dalësh ti, siç dalin drejtuesit tu, e thotë që duhet ta dëroni ju tani. Do të dëroni këtë turistin e huaj juve dhe duhet tani juve duhet që edhe ta prisim shumë një rritje të qerave 600-1000 euro. Po më mirë dakord me çfarë ku i bën këto para në Shqipëri. Ta themi kështu. Po këtë po them pra. Po pra. Sa është rroga mesatare? Sa a ka likuiditet sot në Shqipëri? A paguhen siguracionet? A respektohet kodi i punës? Pra, kur ti më barazon mua me qytetarin e Barcelonës, ti vetë... Se kështu e ka turizmi. Po ti vetë. Po mbrojtën i kryon këtyre kësaj shtrese. Ke mbrojtën sociale ti? Ky, sot, Shqipëria sot është, unë nuk po them antisocial, vendi më antisocial. Por barrierat sociale i kanë më të ulta se gjitha vendet e tjera. Pra, ne aspirojmë për të shkuar në BE, por në fakt këtu njerëzit vuajnë amortizatorët sociale janë cop. Tu të kap gropa e paparashikueshmërisë. Ke vetëm burokraci, saqë njerëzit kur shkojnë te institucione për të përfituar të aspektin social, më shpejt lodhen se sa vazhdojnë ndjekin procedurat. Që ne nuk mund krahasojmë në këtë pikë, absolutisht. Ka një Shqipëria... Do ta them pjesën e dytë, sepse kemi mbërritur tek hapësira publicitare. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare të nderuar teleshikues dhe do të rikthehemi vetëm pas pak këtu në studio në vazhdimin e diskutimit që kishim pak më lart në lidhje me arritjet dhe mos arritjet e qeverisjes përgjatë këtyre 12 vjetëve.
Jemi sërish në studio të nderuar teleshikues në vazhdën e diskutimit në emisionin Pakollare, ku pak më lart parashtruam dhe ngritëm një sër pyetjesh drejtuar kryeministrit Rama, të cilit i bëjmë dije që na mungon në konferencat e shtypit, por që ne do t'i bëjmë nga studio e emisionit Pakollare, hipotetikisht nëse do ta kishim përballë. I nderuar Eldar, në lidhje me atë mosrealizimin e këtyre premtimeve të mëdha që ne i tham edhe pak më lart, a ka, ta themi shqiptarshe, atë guximin t'i dalë përballë një qytetari shqiptar kryeministri i cilit i ka kërkuar votën në 2013 dhe tashmë pas 12 vjetësh ja kërkon sërish. Po flas për një qytetar i cili nuk ka pasur bindje të majta, por që është, ose le të themi, bindjet janë thjesht velo këtu, se mbase nuk janë aq të forta, por që i ka dhënë votën sepse i ka besuar atyre premtimeve. Si do t'i shkoj tani? Problemi, thash dhe më herët, problemi është që kjo mazhorancë qeverisë e stërzgjatur për jetës vërtetës nuk ka asnjë bilanc në këndvështrimin tim, asnjë bilanc suksesi. Pa diskutim, propaganda jashtëzakonshme e kësaj mazhorance ka arrit deri aty të topisi. Të shesis sapurin për djathtë. Të topisi mendjet njerëzore për shkak të mekanizmit shumë të lartë të trumpetimit të ideve ose fake newsve, rezultateve të gënjeshtra, duke i shfaqur gjithmonë si realitete, por në thelb janë realitete imagjinare. Jeta e qytetarit shqiptar e shtresës mesme, nëse ekziston një shtresë mesme në shoqërinë shqiptare, është totalisht e kërcënuar nga koncepti i ekzistencës. Sot, hidh vështrimin nga çdo element i kësaj shoqërie. Hidhen shëndetësi, hidhen arsim, hidhen mbrojtje, hidhen siguri, hidhen në sigurinë infrastrukturore, hidhen bujqësi, hidhen kudo në kulturë, në art. Ne jemi të shkëputur totalisht jemi të shkëputur nga çdo lloj. Në shëndetësi falas, nëse nuk paguar, merr shëndetësi falas? Ka shanse, nuk ekziston shëndetësia falas, ishte një nga gjërat më të turpshme që mund të bënte një alternativë ndërtuar mbi parimin e propagandës ekstreme, domethënë, por shoqëria ndonjëherë e lodhet aq shumë, lodhet, sa kanë arritur në këtë lloj forme të deformojnë konceptin e demokracisë. Qytetarët shqiptar nuk po shohin demokracisë. Demokracia është diçka krejtësisht tjetër nga kjo si jepet sot këtu. Nuk mjafton demokracia vetëm ideja me ndarjen e pushtetit, se këtu s'kemi as ndarje pushtetesh. Këtu nëse do shohësh ekzekutivin me legjislativin, këtu janë e njëjta gjë. Madje legislativi nënshtrohet ekzekutivit mërzotëri. Dhe këtu është problem. E vetmja gjë që arriti të shkëputet pak nga kjo klasë politike, e cila është autoritare dhe autoritarizmin e tyre e kanë shndërruar filozofi të veprimit politik, është kjo drejtësia re që në thelb i ka kërcënuar totalisht klasën politike shqiptare. Dhe veçanërisht këtë mazhorancë ka në objektin e saj. Është mekanizmi ku shtrohet oreksi i kësaj drejtësie të re. Aty ngopet kjo drejtësia e re, sepse kudo që të hedhish dorën në çdo sektor të mazhorancës e kap krim, është zonë krimi. Ka me futet dorën kudo. Me korrupsion, futet kudo dorën, po pa diskutim. Jo vetëm kjo, por ka humbur konceptin e meritokracisë dhe individualitetit të teknikut, të specialistit, të profesionistit. Nuk ka më tashmë. Unë pak më parë ngela sepse nuk mbaja mend asnjë emër ministri sot të qeverisë, sepse pak rëndësi ka vjen Ypsiloni apo vjen X-i, sepse ministër mbrojtje është Edi Rama, ministër shëndetësie është Edi Rama, kryeministër është Edi Rama, deputet i mazhorancës është Edi Rama, të tjerët janë roqa poça. Nuk janë njerëz që kanë individualitete politike dhe kanë qasjen raport me situatën e caktuar në zotëri. Nuk kanë, sepse çfarë bëhet kjo gjë? Kjo klasë politike ka ndërtuar, thot Artan Fuga, nuk po e tham unë, ka studiuar shumë mirë realitetin shqiptar të shoqëria piramidale e tij. Që ka një tezë shumë bukur, e gjithë shoqëria shqiptare është ndërtuar në formë piramide, ku një grup i vogël njerëzish ka marrë kontroll fatet e gjithë shoqërisë. Madje edhe fatet tona përcaktojnë ecurinë tonë, rrugtimin tonë,
qoftë kudo, drejt jetës, drejt integrimit, drejt sigurisë. Atë shembet kjo piramida, po do rrinë si piramidat e Egjiptit. Sepse kjo akoma dhe po fortifikohet akoma dhe më shumë. Do rrinë si piramidat e Egjiptit. Dhe klasa politike shqiptare, madje dhe këta deputet, të cilët për të marrë një karrige deputeti i nënshtrohen, humbin çdo lloj individualiteti, servilosen, bajatosen, degenerohen totalisht. Çfarë? Dhe vetëm për të marrë atë karrige deputeti dhe shkatërrohen të gjithë resurset kulturore, intelektuale, rebeluese që mund të jenë mekanizma që mund ta çojnë para shoqërinë shqiptare. Sepse janë nënshtruar ky mekanizëm që nënshtron individualitetin e lirë. Dhe qytetarët shqiptar duke e parë një gjendje të cilën nuk ndryshon, një gjendje ku një grup njerëzish e ka kapur dhe ka mbërthyer çdo perspektivë të vendit, kanë zgjedhur braktisjen. Në thelb ato që kanë larguar nga ky vend, kanë ikur, kanë marrë plaçkat, fëmijët, njerëzit në një botë krejtësisht pasigurt, vetëm me shpresën se atje jetohet më mirë dhe mos shoh këto surrërer. Në thelb ata janë revolta më e madhe qytetare, në opozita vërtet e kësaj shoqërie. Dhe kjo duhet pa diskutim. Është një opozitë e heshtur, është një emigrim i heshtur që në thelb tregon që kjo shoqëri, pavarësisht idesë që duan ta tregojnë që s'ka nerv, pavarësisht idesë që nuk ka logjik, në thelb është shumë e logjikshme, është shumë reaguese, pavarësisht se nuk ka çfarë bëj, sepse shoqëria shqiptare është trajtuar nga elita këtij vendi. Tu nuk ke një mendim të pjekur. Janë 2-3 zëra publik dhe ato i sfumojnë, disa i bëjnë janë të çmendur, disa ju kanë rrjedhur, disa. Por në thelb është një propagandë që shkatron çdo individualitet dhe çdo vlerë njerëzore që i kundërvihet këtij lloj mekanizmi që ka marrë peng jetën e çdo lloj. Qoftë në privat, qoftë në shtet, këta e përcakton politika. Në qoftë se je një njeri brenda rrezës së mazhorancës socialiste ti ke akses punësorës, qoftë privat, qoftë në shtet. Dhe çdo njeri që është pjesë e rrezës tyre jeton më mirë se sa këta që i kundërvihen. Të gjithë këta kanë se ju shifni çfarë ka bërë. Kredi me zero interes thot kredi për punësit administratës publike. Kur në thelb në administratën publike prej 12 vitesh nuk ka asnjë të punësuar me meritokraci. Vetëm ata që kanë pjesë partije. Çfarë do thotë? Ky edhe kur shpërblen militantët. Ky edhe kur u rrit rrogat ja u rrit militantëve. Sepse ato do t'i ketë dhe nëpërmjet atyre e mban peng mungesën e rotacionit politik. Pa diskutim që opozita ka probleme të jashtëzakonshme. Opozita shqiptare ka probleme të jashtëzakonshme dhe ne nuk ja shmangim. Por në thelb, opozita shqiptare ka 12 vite në opozitë sot. Është dhe një opozitë që është goditur qoftë nga brenda, qoftë nga jashtë dhe në fluksin e jashtëzakonshëm të gjithë makinerisë mediatike, që në thelb nuk është makineri mediatike, por është propagandistike. Dhe kjo është thelbi. Të lutem, neve nuk duhet të na lërë në peng druri i problemeve të opozitës, mos shohim pyllin e mëkateve të qeverisjes. Jemi në situatën e normalizimit të së keqes, kështu e shohim. Po normalizohet e keqja. Po fatkeqen është normalizuar prej shumë vitesh. Pirje e mendjeve të qytetarëve të cilët me sa duket mendojnë që kështu do jetë, kështu është, nuk kemi fuqi të ndryshojmë. Dhe kjo është ngullitur te secili, domethënë një fuqi për ta ndryshuar. Unë besoj që u gjet gjysmë e ja kapur pas interesave pas këtij momenti. U gjet gjysmë e gatshme, si ai ingredienti domethënë që hidhet supës sipër. Dhe patjetër dalësh mësuar. Jam mësuar. Dhe varësisht për se këta janë, unë kam thënë edhe herë, këta kanë një manual gati për 8 vite, në cilin e përdorin e modernizojnë, e sofistikojnë sigurisht në bazë, e përshtasin në bazë të situatës kohës që jemi, po të njëjtët janë. Në mënyrën e tyre të sjelljes makiavelizmit janë të njëjtët persona. Thjesht ka ndryshuar kohë. Se kjo është e frikshme për mendimin tim, normalizimi i së keqes. Ideja e tyre është domethënë që patjetër tani nuk i fusim në burg, por kulari është patjetër shuria. Skema e kapshatës. Po, skema e kapshatës, i tremin me urinë dhe njerëzit mjaftojnë kur vjen puna tek teoria. Në kupton, gjithmonë aty është biologjike, është e para dhe patjetër. Dhe këtu duket se është normalizuar ajo që është e keqja në Shqipëri. Njerëzit çohen me mendimin domthonjë që ne kështu jemi. Pra ka një lloj disfatizmi, ka një lloj fatalizmi. E kupton dhe njerëzit duket sikur zgjohen të dëshpëruar. Pra nuk zgjohen me agun e mëngjesit domthonjë që sot është një ditë e re, duhet për të jetuar, për të shkuar. Po mendojnë si disa le të themi xhepista të vegjël që ku të nxjerrin atë kafshatën e tyre të përditshme. Jo, po kultivohet një mendësi e frikshme dhe prandaj e ngre si çështje ne mendojmë që ne themi domosdoshmë që mendojmë sikur po kultivohet, por në fakt është tani është mbarsur. Po këto është brenda nesh.
kjo gjë. Ky kryeministër që më përpara gërdite ose neverite nga promovimi i rrugëve që i bëhesh ndikur, fjala vjen tani, nuk lë rast pa prerë shiritin edhe 2 metrave rrugë ose 10 metrave rrugë. Ka bërë masakër. Lart poshtë. Nuk ka ndërtuar asnjë rrugë. Rrugën e Arbit është një masakër e vërtetë. Ajo është totalisht çdo lloj infrastrukturë, domethënë rregulli higjinik. Shqipëria është i vetmi në cilin vend të Europës shkon promovon kryeministri pret shiritat e 2 metrave rrugë. Të lutem. Shqipëria është i vetmi vend i cili kryeministri del dhe përron një rrugë që nuk është në rrugë, nuk është mbyllur. Pra vetëm këtu ndodh. Megjithatë diku tjetër, nëse në momentin që e pret një zyrtar rrugën, do thotë që rruga është e funduar, është e kolauduar, e certifikuar e gjitha dhe nëse të nesër shkon prokuroria aty dhe shikon domosdoshmë që rruga nuk është e funduar, është burim aksidenti ekologjik e gjitha me radhë, dikush duhet të shkoj për pahekurave. Por ky është para ardhë dhe si ne vet Çajeti, drejtor komunal, ja thoshte që pret shirita rrugës, nëse mbani më 2 metra. Do të thotë një gjë vet pra. Edhe ndoshta ai ka të egzageruar. Ku erdhi pas të vinë në pushtet, i thoshte Berishës që pse ti bën pse bën rrugë. Rrugë që la rrugëve. Rrugë që la rrugëve. Ky ka lënë rrugë. Ky ka lënë vendin rrugëve. Ky la vendin rrugëve, humbi vendin në rrugë. Humbi vendin në rrugë. Që duhet të themi sa vërtet. Asnjë politikë orientuese nuk ka, e vetë një gjë çfarë i ka ngelur Maurim, është ajo që spreket. Një nga memet më të bukura që kam parë këto kohë, dhe bravo qoftë atij që e kishte krijuar, ishte momenti kur militantët e PS-s në tunelin e Murrizit dhe rendin pas kryeministit si një eksod. Pra duket sikur ishte çliruar dibra nga krau tjetër dhe kishte një eksod në tunel. Po dibran që po vraponin drejt Tiranës. Pra pamjet duket surreale. Pra, nëse nuk do dinin që ky ishte një inaugurim, do mendonin që ky ishte një eksodi i dibranëve. Edhe si të trem nga Eridin Pasha. Ky ka tashi ka dhe ky, por kanë dhe tjerë. Nuk është problemi se ka vetëm ky, por ky e ka quar nivelin, e ka quar tjera, po ky është si Super Mario. Ky ka kalu nivelet të tjera dhe ka bërë ka perfeksionuar sot ka kalu ajo çfarë përbën shpirtin e kësaj fushate që thotë ky. Shpirti i kësaj fushate është gjëja integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është një gjë shumë e bukur. Këtë e kam mësuar kur jam studiu prej shumë vitesh teknikat e propagandës. Një nga teknikat që thonë shumë autor, por që është shumë e suksesshme, është pak a shumë ajo çfarë as nuk e vërteton dot, por as nuk e hedh poshtë. Pra, as nuk e vërteton të kundërtën, por as nuk e hedh poshtë atë që pohohet. Në kuptimin, në qoftë se do të bëjmë. Për shembull, ekziston Zoti. Po. Pra, ti nuk ke argument që për të kundërtën. Por as nuk ke argument që të thush se pse ekziston Zoti. Pikërisht kjo ide mesi i kësaj që ti as nuk e hedh poshtë, as nuk e vërteton që ekziston. Dikotomia mes ose mesi fiks. Ajo prerja art, aty qëndron edhe niveli më i lartë ku futet një ide në shoqërinë, në masën, në konsumin masiv të kësaj. E njëjta gjë është dhe integrimi në Bashkimin Evropian. Shqipëria po ta shohësh një mendje racionale, duke parë gjithë indikatorët e zhvillimit. Nuk plotson kriteret për të Nuk plotson asnjë lloj kriteri. Po pse? Po çdo integrim, po ju them unë, shifnin çdo lloj literature, çdo integrim përveç se ka herë shtyllat bazë, sistemin e drejtësisë, sistemin e drejtësisë. Po janë 4 kapitujt e veçantë, ato që përbëjnë kuarcin ose shtyllën kurrizore të saj, kolonën vertebrale, janë drejtësia, siguria, shëndetësia, prona. Arsimi se do të kesh dhe integrim kulturor. Sigurisht. Këto të shifi këto indikatorë to janë blos fare, totalisht. Të gjitha. Tu asgjë prit kjo. Çdo indikator tjetër pastaj që përbën që një nga shumë të rëndësishme është prodhimi i brendshëm bruto. Ose bujqësia. Investimin në krenohet me ca eksporte. Prit tani. Ça eksporte? Ato janë me pesticide. Ca mandarina, të mandarina. Speca të ngarkuara me pesticide. Ne kemi vetëm prodhimet e detit. Kemi vetëm ato çfarë ka deti, pasuria jonë detare, që janë kakalecat, peshqit, aqugët e gjithë to, që në thellë nuk është merit e kësaj qeverisje, është e natyrës, që eksportojmë jashtë, që pranojnë dhe vajnë ullirit, që vinë e kontrollojnë vetë zvicerianët këtu, që eksportojnë. Gështenjen, arrat, që thellë nuk është prapë merit e asnjë qeverie, është pjesë e natyrës. E natyrës, që ka bërë natyrë. Po dhe atë do ta përvetsoj si arriti. Integrimi tjetër, çdo eksport tjetër në Shqipëri nuk ekziston sot. Ka një bilanc mjedisor. E provum me mandarinat, na i kthyn mbrapsht për shkak të nivelit të lartë të pesticideve.
Asgjë zarzavate shto ne nuk e eksportojmë dot. Përveç disa fermave bio që kontrollohen nga specialistë të lartë dhe ka një treg të dedikuar. Dhe vajtullirit po prapë që s'është merit e tyre se ulliti kemi 500 vjeçare. Përveç se me krahun e lirë të punës me çfarë konkurrojmë në Europë mo. Tani të lutem. Ky ka bërë, jo ka hikur krah, po ti nuk eksporton mosha mesatare. Sipas instatit të referuar i statit është 42 vjeç më zotri. Në Shqipëri, kupton? Ti nuk e ke krahun e punës, pra ti Europës nuk i ofron asgjë. Ky ka mekanizmin më të lartë, ka integrimin në Bashkimin Evropian. Mund të integrohet Shqipëria në Bashkimin Evropian. Mund të integrohet dhe s'mund të integrohet. Aq sa mund të integrohet, aq dhe s'mund të integrohet. Mund të integrohet për shkak një gjeopolitike, një konjunkture, e cila Bashkimi Evropian ka nevojë që ta ketë Shqipërinë këtu, në gjirin e saj, nga meritokracia, nga potenciali. Mos janë premtime TikToku, mos nuk duhen marrë seriozisht. Është vetëm një gjë. Flasim me fakte. Të lutem, po. Më tha një mësues i cili sot të vazhdon akoma të punon në Ballç, në Mallakastër. Tha, diti tha drejtan tha se sa tha lindje ka pasur në vitin ndoshta diçka në vitin kaluar ose para, në vitin 2022. Tash diku tash po më thua për brenda një viti. Po thash ndoshta thash 2000, thash 3000. Jo, tha drejtan tha 16 lindje tha në Mallakastër, në qytetin në Ballç. Ja askush nuk flet për këtë. 16 lindje në një vit. Mendoje, pra një zonë kaq e pasur me naftë, me hidrokarbure, me pasuri natyrale të pafundme, po. Po, kush do t'i shfrytëzojë këto, cila do jetë fuqia punëtore që nesër do punoj aty. Ore djem, mos jemi ka ta ndisur në. Ore mos jemi gabim neve. Ore mos jemi po mbyten e hidhin valle. Ore mos jemi neve gabim, mos jemi neve gabim. Në të tregtuar. Po ndoshta do ta kthejmë kamerën nga vetja. Ore mos jemi gabime do mos na vin neve që fajin e kemi ne që duam të nxjim realitetin. Të lutem mos e nxjini realitetin. Di çam kujton ky? Ky kujton një film të dikurshëm të quajtur Pesha e kohës. Edhe njëri që donte të bënte revolucion në fshat, bëri dhe një shkrim paradoksi një strukture. Dhe kur unë lexoj këtë paradoksin e strukturës dhe marr edhe përpara personazhin që është Edi Rama, i cili thotë që do ju çojë thotë në Evropë, por ndërkohë Evropa tashmë e ka abandonuar dhe nuk e ofron më tavolinat e veta. Është tragjikomike. Pra, ky njeriu i cili pas 13 vitesh në pushtet, pasi ky pushtet po lëngon ose fut anija, fut ujë gjithandej. Po, dhe ky tani na thot neve si orkestri Titanikut. Na thot neve domun që shikoni unë thot shikoni jam i vetmi thot që kam numrat e telefonit të politikanëve thot në Evropë. Në Evropë thot. Por ndërkohë ky tani ky është abandonuar, ky nuk po qasin më në tavolina, sepse edhe vetë Evropa ka ndryshuar. Pra, në muajt e fundit, Evropa po ndryshon me shpejtësi. Pra, po përmbysën elitat. Dhe nuk përkthehet në mirë, si thosh, në të mirë të shpërndarë të gjithë popullin. Dakor, në optikën tonë, ne dimë se ne si shqiptarë, dimë çfarë është Evropa sot, se si po ndryshon, kush ka ardhur në pushtet në Evropë sot. Pra, ne që do shkojmë drejt Bashkimit Evropian, a e kuptojmë këtë gjë apo jo? Nëse se kuptojmë pastaj atëherë kemi problem shumë të madh me leximin optik të politikës. Pra, kuptimi edhe rajonal dhe për të kësaj global. Nëse Europa tani ka struktura aq shumë të konsoliduara kulturore. Nuk e fare ndryshim, por ne gjithmonë. Ne nuk shikoj. Unë kam në aspektin domosdoshmë që si mundesh ti të japësh akoma të vetbesosh një kryeministër i cili ka një majorancë, e cila ka këto probleme ose ka krijuar këto probleme këtij vendi dhe t'i japësh në një mandat tjetër. Jo, mua di më kalon dhe këtë tani ta shkëputësh tani nga ajo që është toka e Evropës së. Në 2000 më kalon si revist më kalon premtimet si revist para në fytyrë, kështu që në 2017 thamë më jepni timonin dhe tepsin vetëm. Në 2021 ishin bërë një premtim tjetër, ke parasysh her pas here bën një premtim dhe problemet ngelen të pazgjidhura, bëhen mal dhe vargmale të gënjeshtrës dhe ndërkohë situata ngelet e njëjtë në Shqipëri. Po mos e thotë më ngrej nga një fabul, ngrej një narrativ. Sigur unë ti them Reldar. Unë kam numrin e kryeministrit Rama këtu, unë as e kam mik as e njeh, as e kam takuar në herë
Ramo, po ta marr kështu. Pra, të viu me këtë premtimin e ty, do shikoj se un kam, po kjo si ajo se premtimi i atyre këto premtime që kur duhet të marrin ai gjë. Mbi këto premtime u ngrit 45 vjet regjimi, 45 vjet për të ngrënë, sa të ndërtojnë komunizmin. Kështu ka qenë deviza, mos sa të ndërtojnë komunizmin dhe të gjithë do ham me luk të Florit. E njëjta gjë po i ndos ti kombin e këtij vendi. Po i ndodh para mos si natko, si këtë kohë e kanë grabitur pushtetin. Si në atë kohë, që nëpërmjet mekanizmit dhunës, sepse në atë kohë dhuna ishte shumë fisht. Madje ajo që ishte më e vogla ishte dhuna estetike. Që ishte grish Shqipëria komplet. 45 vjet. Dhe erdhi Shqipëria ishte katandisur. Por ka një problem. Ky e ka grabitur më zotëri. Urimi e ka grabitur. Ja të kalojmë tani një. Po të shohësh që e the kapitani ka 15 linde Mallakastra. Kështu do vazhdojnë shumë rrethet të tjera. Janë shtukur me. Do vazhdojnë shumë rrethet të tjera. Sikur ta kesh përballë. Të karma, sikur ta kishe përballë çfarë do të bëjë. Ja do ta kemi këtu se ne po i bëjmë pyetje komente. Po këtë po them. To janë. Po i shtrojnë 100 probleme që po të bëjë të përgjigjet le të mos i përgjigjet. Të shohësh. Kështu është dhe unë, sa dhe unë vi nga një periferi e Shqipërisë, vi nga një krajinë shumë e emër, por periferika është Mirdita. Dhe edhe unë aty shoh një përshtatësi të jashtëzakonshme, se unë jam lindur në qytet, në Rrëshën. Ku shkoj sot se kam shtëpinë e nënës atje. Vin duke u paksuar njerëzit thonë. Ka ngel shtëpia vetëm. Shkoj atje dhe nuk kam asnjë njeri që unë jam rrit, se jam rrit deri në moshën 25 vjeçare, nuk kam pas lidhje atje. Dhe unë nuk shoh më asnjë të jetës time aty, janë 4-5 njerëz që shoh të jetës që unë jam rritur, qoftë më të mëdhej, qoftë më të vogël, janë shumë pak me gishtat të dorës. Duhet i ngrem këto probleme. Po ikin çdo ditë njerëzit, po ikin çdo ditë dhe janë paksuar, nëse unë kam pas 4 klasa paralele në vit 4 gjimnaz, në vit 4 gjimnaz 4 klasa kisha paralele. Sot më kanë thënë ekzistojnë 2 klasa dhe ato i kanë ndarë një klasë për gjysmë për të bërë 2 klasa në gjimnaz. Që gjimnazi jonë i Rrëshën ka qenë gjimnaz shumë i madh dhe gjimnaz shumë i fortë për ish vërtetës. Dhe është katandis kështu në këtë lloj gjendje, është katandisur. Dhe e shoh gjithë periferinë, e shoh pa perspektivë fare, e shoh pa perspektivë, s'ka punësim, nuk ka vizion për punësim. Ka bandites, ka vjedhje dhe këta dhe kur duhen të promovojnë njerëz, për shembull të fusin deputet në lista kandidatë, të cilët mund t'japin një valvul ose mund të ngrinë problemet që ka zona, të ngrinë foltorën e koventit, ta shkatrojnë dhe këtë, të godasin dhe këtë lloj oligarkie, se e keni parë ju për shembull se janë të lidhur shumë gjëra. Dhe në parlament mos janë si manekin, deputet manekin. Po jo janë njerëz pa integritet fare, njerëz që krijojnë neverim popull. Për çfarë duhet i paguajë qytetari shqiptar këta individ? Pastaj kush ka dignitet nuk shko. Do të thotë diçka tjetër, por kjo është dhe këta njerëz tani mungesa njerëzve cilësore, mundesa njerëzve të cilët kanë një lloj ashti njerëzore edhe për të ngritur problemet, por edhe për të trumpetuar problemet, për të artikuluar problemet në opinionin publik. Sepse çfarë bëjnë këta? Këta oligarkët që themi ne që është prap lidhet me bashkimin, integrimin e Shqipërisë bashkimin evropian, që këta kanë shkatruar prodhimin brendshëm bruto, sepse çfarë? Këta vetëm importojnë produkte. Nëse ju do shkoni të bleni në shportën e ushqimeve, ushqimet tuaja të përditshme që blej unë, blej ju, blej ti. Secili prej qytetarëve. Unë jam një familje vogël, kam vetëm një djalë. Blej ushqimet e përditshme, unë shoh këtë produktet të importuara dhe fasulën e shoh të importuar. E shoh të importuar dhe fasulën. Sjell Egjipti fasule këtu, 50 milion banor. Domatat, kastravecat, patatet, gjitha janë të importuara, kjo është e tmerrshme. Domethënë kemi një për pse? Sepse këta njerëz e kanë më lehtë të korruptojnë administratën, korruptojnë qeverinë, korruptojnë ministrin, që të shkatrojnë prodhimin e brendshëm bruto. Vjen me kosto më të ulët. Pa diskutim, fitimi është vetëm për këta. Nëse do stimulohej, do financojë prodhimi i brendshëm bruto, do fitonim gjithë. Jo zotëri. Sepse çfarë, ta ka thënë profesor Tan Fuga te libri Shoqëria piramidale, se kjo kupol pak intereson se çfarë ka poshtë. Mjafton që pushteti i saj të konsolidohet akoma dhe më shumë. Dhe këta aktorë që janë poshtë, që vinë si rrath të ferrit poshtë, ta ushqejnë këtë kupolin madh, punojnë të gjithë për atë piramidën. Të gjithë janë po me këtë logjik piramidës dhe Tirana pastaj. Kryetari Tirana. Fuga ka bërë një analizë, por ka edhe dy ekonomistë që fituan Nobelin 2024. Po. Robinsoni me Akademin. Ata kanë bërë një libër quhet Se dështojnë kombet apo? Pse dështojnë kombet, bravo. Libri Pse dështojnë kombet. Po të shohësh tezën që kanë hedhur ata. Është pikërisht kjo, krijimi i institucioneve cilat nuk janë konkurrent, janë funksion të një klase politike, të një status quo politike, që çdo funksion ekonomik dhe politik shkon në funksion të kësaj klase politike. Dhe kështu u shkatruan të gjitha shtetet kombe që krijuan një lloj lulëzimi. U shkatruan. Pra, në qoftë se nuk krijojmë darje pushtetesh, hapësira konkurruese, meritokracinë,
Pra e hapim hapësirën për të futur dhe element të ri, për shkak për të krijuar tension ose kontroll mes klasës vjetër dhe klasës së re, ku gara duhet jetë e barabartë mbi funksionin e meritokracisë, kështu deformohen kombet dhe kështu shkatërrohen kombet. Dhe ne realisht kemi një problem shumë të madh në analizën, optikën që kemi për klasën politike. Këtu jemi në parapolitik. Ndoshta nuk e kuptoj njerëzit. Tu e ka ba, unë harrat e mia do shkoj të zgjedh Ezam të Ulcimania. Në Lezhë që gjithë qytetarët e Lezhës do shkojnë te Ulcimania. Do shkoj te Pirin Dreu. Kupton? Të shkoj unë dhe t'i kërkoj të zgjidhni punën i Ulcimania mos Pirin Dreu. Kem punë me ligjin. Unë e vras për veten se nuk e ul veten të katandrisëm t'i kërkoj derë Ulcimania se kene dy njerëz dy qesharakëve kuptimin. Çdo qytetar i Shqipërisë, çdo shtetet e Shqipërisë është i rëndësishëm kudo që ai kudo që ndodhet, është Lezhë, është Libër, nuk ka për mua, nuk ka rëndësi atë të barabartë gjithë para gjeografike e tij. Gjithë unë them një gjë që është fakt shumë e rëndë, por është edhe një konstatim. Unë vi nga një lagje nga një zonë e Tiranës ku sot është ndërtuar një pjesë e veprës së Unazës së Madhe. Po ju them që në 2 vitet e fundit ka pasur një rritje të frikshme të numrit të vdekjeve. Kryesisht në mosha shumë të reja. Kur flas mosha të reja, po flas fasho 45 deri në 60 vjeç. Kjo mendon se vjen për shkak të sëmundshmërisë? Unë mendoj do vjen për shkak të stresit që kjo qeveri, kjo majorancë i ka shkaktuar ose politik bërja u ka shkaktuar njerëzve. Pra, duke mos i respektuar në kuptimin e pronës, duke u shembur pronat, duke i trajtuar si sklever të cilët ose si zaptus të cilët kanë ardhur aty dhe kanë ndërtuar një objekt, për fakt ata me gjithë drejtat e tyre në vendin që ndërtojnë një objekt duhet ta gëzojnë të gjitha. Pra, edhe ajo që premtimi që ai e hëngri Rama, që e hëngri që në fillim, pra që tha që ndryshoi ligjin e urbanizimit dhe pastaj legalizimit dhe Aluizit, dhe ky ishte një aspekt tjetër domosdoshmë që i rrënoi edhe një herë më shumë jetët e njerëzve dhe i bëri problem tjetër. Pra, disa shkuan më shpejt drejt asaj bote, disa zgjodhën domosdoshmë të ikin fare nga ky vend. Dhe rritja e numrit të vdekjeve, sidomos në 2 vitet e fundit, pasi kjo vepër është ndërtuar aty, mua gjithmonë më ka çuar në mendimin domethënë që njerëzit këtu po vdesin nga stresi. Nga stresi i vazhdueshëm. Shumë drejt. Konstatimi, sepse stresi është problemi më i madh. Më i madh. Shkakton jo vetëm ato, por shkakton smundje të skuqshme. Shkakton smundje të jashtëzakonshme. Ideja që ti ke një prom. Ideja që ti ke një prom 35 vitesh, e cila mbahet peng, dihet për çfarë qëllimesh mbahet peng, nuk legalizohet. Dhe afrimi i veprave publike afër pronës tënde dhe ti shikon që komshiu jot është rënuar. Dhe ti rron me idenë domethënë që kur do të vi do të haj ty, edhe ty, ose vepra publike, ose pallati, ose një blok pallatash që e kanë këto që quhen oligark, i ka çuar njerëzit drejt këtij lloj stresi dhe shkurtimit tjetër. Kemi mbritur shfaq lloj smundje, lloj stresi. Kemi mbritur në fund të nderuar teleshikues, të nderuar koleg, në fakt unë mund të organizoja dhe ndryshe emisionin, mund të organizoja në cicmice që bën politika në përditshmëri, për të marrë politike. Por janë probleme të cilat ne do të diskutojmë më pas here këtu në emisionin pa kollare, për probleme të prekshme reale. Nuk do kishin kuptim këto mosmbajtje premtimesh pa i organizuar ose pa i ilustruar me këtë aspekt të jetës sociale dhe ekonomike me cilin ne jetojmë. Ne sot kemi konsumuar vetëm qytetarët shqiptar do ta kenë, sepse ndoshta dhe e bylla. Qytetarët shqiptar janë mësuar me media të blerë, me gazetarë të blerë me këto. Gazetarët, sidomos kur vjen fushata gazetarë që kanë vërtet ashtin e gazetarit, pra i jetojnë si gazetar, duhet të përcaktohen qartë. Kjo qeverisje e ka mbyll misionin e saj, nuk mund të japin asgjë shqiptarëve. Janë testuar 12 vjet, nuk mund testohen më shumë, e kanë bërë jetën e shqiptarëve të zezë dhe e kanë shpopulluar vendin duke krijuar probleme sociale nga më të ndryshme. Kaq mund të jetë mbyllja e Faleminderit faleminderit Eldar. Të nderuar teleshikues, kemi mbritur në fund të programit edhe për mbrëmjen e sotme. Ju falenderojmë që na ndoqët duke përfituar nga rasti sepse nesër është Fitër Bajrami, uroj të gjithë besimtarëve musliman shqiptar gëzuar festën, paçi bekime e mbarësi në familjet tuaja. Miru takofshim në emisionin e ardhshëm.